Persekutimi komunist i hartuesve të alfabetit shqip dhe familjarve. Ky është titulli dhe njëherë është përmbajtja e ekspozitës dokumentare fotografike që u hap në mjediset e Muzeut të Dëshmisë dhe Kujtesës Shkodër. Ekspozita është rezultati i bashkëpunimit mes Institutit të Studimeve për Krimet dhe Pasojat e Komunizmit, Muzeut Nacional të Alfabetit të Gjuhës Shqipe në Manastir dhe Muzeut të Dëshmisë dhe Kujtesës në Shkodër. Organizatorët e ekspozitës, pas një studimi të hollësishëm mbi delegatët e Kongresit të Manastirit, i cili më 22 nëntor 1908 miratoi alfabetin e gjuhës shqipe që përdorim dhe sot, kanë arritur në përfundimin se një pjesë e këtyre delegatëve bashkë me familjet e tyre janë përndjekur nga regjimi komunist. Në nderim të kësaj sakrifice dhe kontributit të vyer kombëtar, kjo ekspozitë ju dedikua atyre. Ajo që unë dua të theksoj është se sistemi komunist nuk i përndoqi këta persona për faktin se ishin pjesëtar në Kongresin e Manastirit, por për shkak se në Shqipërinë atyre viteve zhvilloi një luftë e ashpër politike. E gjithë ekspozita është e hartuar në dy shkallë. Në shkallën e parë janë pikërisht ata persona të cilët u përndoqën drejt për së drejti nga sistemi komunist, dhe në shkallën e dytë ka të bëjë me fëmijët e këtyre antarëve të Kongresit të Manastirit. Ekspozita do të qëndrojë e hapur deri në datën 30 prill pikërisht në ambientet e Muzeut të Dëshmisë dhe Kujtesës. Qëllimi i kësaj ekspozite është vënia në vendin e duhur e këtyre figurave ndaj të cilëve ne sot ndjehemi të detyruar të përulemi dhe me të drejtë që t'i quajmë baballarët e kombit. Është një aktivitet i cili ne e kemi tradit tashmë me këtë institucion të rëndësishëm të kujtesës tonë kombëtare, dhe ekspozita do të qëndrojë e hapur për publikun deri në fund të muajit, ndaj dhe me këtë rast unë gjej mundësinë të ftoj shkollat, studentët e universitetit që ta vizitojnë këtë ekspozitë, sepse është një tematikë shumë e rëndësishme, pak ndoshta trajtuar në historiografinë tonë kombëtare, por cilat trajton në mënyrë duhet thënë shterruese gjithçka ndodhi me hartuesit e alfabetit shqip dhe familjarët e tyre, duke qenë se ato kanë qenë figura historike të rëndësishme të vendit tonë dhe kanë patur një kontribut të jashtëzakonshëm. Kongresi që unifikoi alfabetin e gjuhës shqipe u zhvillua në Manastir, treva shqiptare në Maqedoninë e Veriut, nga data 14 deri me 22 nëntor 1908. Nga Shkodra morën pjesë personalitetë të shuara si Gjergj Fishta, Ndre Mjeda, Luiç Gurakuqi, Matilo Goreci e të tjerë. Vitin e kaluar me 22 nëntor kjo datë u shpall festë zyrtare nga qeveria shqiptare në përkujtim të kësaj ngjarjeje madhështore në historinë tonë kombëtare, siç është Kongresi i Manastirit.